narkoshteti shqiptar vrau gjykatësin në zyrën e tij. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se vrasja e gjyqtarit Astrid Kalaja është përgjegjësi e qeverisë, për të cilën thotë se ka instaluar në vendin tonë narkoshtetin. Berisha shpreh se gjykatat nuk kanë prezencë të forcave të policisë për shkak të një vendimi të marrë nga kryeministri Edi Rama. Ka anulluar vendimin e mëparshëm të qeverisë të datës 28/4/2010, i cili ngarkonte policinë e shtetit përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e gjykatave. Edhe pse ende pa zyrtarizim të emrave, Berisha thotë se ashtu si në Bashkinë e Tiranës, edhe në 5 bashkitë e tjera ku do të mbahen zgjedhjet e pjesshme, opozita do të garojë me kandidat të pavarur. Gjitha zonat ku ato zhvillohen janë përzgjedh ose kanë kandiduar kandidatura të pavarura, çka do të thotë që e kanë mirëpritur shumë këtë model të përzgjedhur kësaj here nga Partia Demokratike dhe aleat e saj. Teksa kërkoi mobilizimin e deputetëve demokrat në parlament për nismat që vijnë nga Partia Socialiste, Berisha tha se kërkesa për mocion për shkarkimin e kryeparlamentarit Niko Peleshi do të jetë e përjafshme. Do ta kesh një lloj siç pati Erioni, protestën ti do kesh mocionin. Zgjidhe mirë. Opozita nuk tërhiqet në drejtat e veta kushtetuese. Një paralajmërim pati edhe për presidentin Bajram Begaj. Edhe mocioni ndaj atij vasalit të Rams, ajo është një figurë kukull, ajo bëhet vetëm për postin e presidentit, se ajo është një kukull, se për një kukull s'ja vlet marrish asnjë lloj veprimi, por ne marrim respekt të institucionit të presidentit. Kryetari i Demokratëve u kërkoi deputetëve që të mos votojnë për asnjë nismë ligjore të Partisë Socialiste që ndëshkon qytetarët, si dhe të bëjnë transparencë për çdo projekt ligj.